Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Qakun e Dibrës, Xhelal Mziu dyshohet se është përfshirë në një incident elektoral në fshatin Ostren të Bulqizës. Policia e shtetit në një njoftim thotë se pas një takimi elektoral të njëjtën në 24 prillit, Mziu bashkë me nipin e tij dyshohet se kanë ngushtuar me krushte zyrtarin e Bashkisë Bulqizë, Kolash Mura, i cili qëndronte pranë zyrave të njësisë administrative Ostren. 33 vjeçari Kolash Mura me detyrë përgjegjës ndihmës ekonomike tha se deputeti demokrat e ka kapur përfytje ndërsa nipi i tij e ka goditur me grushte në fytyrë pas një shkak. Vetë Xhelal Mziu ka një version krejt ndryshe për ngjarjen. Përmes një postimi në rrjetet sociale i pretendon se punonjësi i bashkisë ka intimituar pjesëmarrësit në takimin e PD-s duke i kërcënuar se do t'ju heqë ndihmën ekonomike. Po sipas Mziut, Mura ka njoftuar baban e kandidatit të PS-s, të cilët kanë ushtruar dhunë ndaj kryetarit të PD-s në Bulqizë, Taqir Manjani. Këto ngjarje, thotë deputeti, po manipulohen nga policia ndaj kërkon nga Spaku të sekuestrojë kamrat dhe të zbarta plotë rrethana dhe shkaqet. Për të, policia nuk ka marrë denoncimin e demokratëve, pasi drejtori i policisë së Dibrës, Artion Duka, ka lidhje familjare me Jeton Dani, baban e kandidatit socialist për deputet Murad Dani.